Falënderimi s'ka dyshim që i takon Allahut të gjithë pushtetshëm, Zoti të botëve. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, s'ka dyshim se besimi, imani, që Allahu i gjithëpushtetshëm ne na i ka dhuruar, përbëhet prej 5-6 shtyllave kryesore. Dhe një nga këto shtylla të besimit s'ka dyshim se është dita e fundit, dita e gjykimit, dita e llogaridhënies. Është dita kur gjithë njerëzit do të dalin para Allahut xhele xhelalu. Ne nuk jam mjafton vetëm që të besojmë se Allahu xhele xhelalu ekziston, por duhet besojmë se edhe një ditë s'ka dyshim ne do të dalim para atij për të dhënë llogari. Allahu i gjithëpushtetshëm në surën Ankebut na tregon ku thot: Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. S'ka dyshim se çdo shpirt, çdo qenie e gjallë do ta shijojë vdekjen. Pastaj tek ne do të ktheheni. Kjo botë është e përkohshme. Sa do të jetojë njeriu, ta di se fundi i tij është varri, pastaj ringjallja dhe llogaria. Po çfarë është dita e llogarisë? Është dita kur Allahu xhele xhelalu do t'i ringjallë të gjithë njerëzit. Nga Ademi alayhis salam, që ishte njeriu i parë mbi këtë tokë, dhe deri te njeriu i fundit, mbretër, të varfër, dietar e njerëz të thjeshtë, të gjithë do të qëndrojnë dhe do të dalin para Allahut xhele xhelalu, sepse atë ditë nuk do të ketë pa drejtësi. Allahu azza wa jall thot: ne do të vendosim peshore të drejta në ditën e Kiametit, dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Allahu i gjithëpushtetshëm e ka quajtur me emra të shumtë ditën e gjykimit në librin e tij fisnik, në Kur'anin famlar. Allahu e përmend si shta me shumë emra. Yaumul Qiyame, që do të thot dita e ringjalljes. Yaumuddin, që do të thot dita e shpërblimit. Yaumul Hisab, që do të thot dita e llogarisë. El Haqqa e quan Zoti i gjithëpushtetshëm në librin e tij fisnik, që do të thot ngjarja e pashmangshme, që do të ndodh patjetër. El Qaria e quan i gjithëpushtetshmi, goditja e madhe. Et Taghabun, që do të thot dita kur do të shfaqet humbja e vërtet. Këto emra tregojnë madhështinë dhe seriozitetin e kësaj dite. Po si do të jetë gjendja e njerëzve në atë ditë? Profeti jon i dashur Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka treguar se njerëzit do të mblidhen zbathur, të zhveshur, të pa rrethprer, duke pritur gjykimin e Allahut xhele xhelalu. Dielli do të afrohet mbi kokat e njerëzve. Dhe njerëzit do të djersiten sipas veprave të tyre. Disa do të djersiten deri te kyçet, disa deri tek gjunjt, disa deri në brez, e disa do të mbulohen komplet nga djersa e tyre.
Zoti na ruaj nga ajo ditë. Ne kemi përmendur edhe në ligjëratat e shkuara. Është ajo kategoria e 7 personave që Allahu do t'i vendosi në një arshit të tij në këtë ditë. Ku është udhëhesi i drejtë, njeriu që urrit në adhurimin e Allahut, ai që ka zemrën e lidhur me xhamit, dy persona të cilët deshën për hir të Allahut, duhen për hir të Allahut dhe u ndan po për hir të tij, ai që refuzon mëkatin nga një grua e bukur dhe me pozitë nga frika e Allahut, ai që jep sadaka fshehurazi me dorën e djathtë dhe nuk e din e majta se çka dhënë e djathta, dhe ai që e kujtoi Allahun vetmi dhe i mbushi syt me lot. Por se njerëzit do t'japin llogaria ditë për veprat e tyre. Njeriu do të pyetet për rinin, për jetën e tij, si e kaloi në këtë dynja, për rinin, si u rit, për pasurinë, si e fitoi dhe si e shpenzoi, për dijen e tij, a ja u transmetoi atë të tjerëve. Çdo fjalë është e shkruar, çdo fjalë njeriu i shkruhet. Allahu thot në surën Kaf, ajeti 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Pra, ai nuk nxjerr asnjë fjalë nga goja e tij, pa pasur një mbikëqyrës të gatshëm që regjistron, shënon. Pra sa herë që flasim, do të kujtojmë se engjëjt e regjistrojnë çdo fjalë. Dhe këto fjalë, s'ka dyshim se do të regjistrohen në libra. Do të regjistrohen në libra. Dhe besimtari do ta marrë librin ditën e gjykimit. Besimtari i mirë do ta marrë me dorën e djathtë dhe do të gëzohet. Allahu e përmend këtë në librin e tij Fisnik, atë ditë kur do të vi libri nga e djathta. Ai do thotë, o lumi unë. Ndërsa ati që do të vi nga e majta, do thotë ai mjeri unë. Prandaj s'duhet të nënvlerësojmë asnjë vepër të mirë. Atë ditë do të ngrihet ura e siratit, nderuar vëllezër dhe motra. Pas llogarisë, njerëzit do të kalojnë mbi sirat. Është ura e cila është e vendosur mbi xhehenem. Zoti na ruaj. Atë ditë disa do të kalojnë si vetëtima, disa si era, duke vrapuar, disa duke ecur, dhe disa do të rrëzohen, do të ngrihen, po do të kalojnë, disa do të rriqen zvarr, disa do të bien, Zoti na ruaj, nga ura për në xhehenem. Por se Islami jon, feja e dashur, pejgamberi ynë i mirë na ka mësuar, na ka treguar se kush do ta ketë llogarinë më të lehtë atë ditë. S'ka dyshim se ai që ruan namazin do ta ketë llogarinë e lehtë. Ai që bën pendim të sinqertë tek Zoti i tij, ai që i fal njerëzit, ai që ruan gjuhën e tij, ai që është i sinqert në fjalë dhe në vepra, dhe ai që ka moral të mirë. Por si do të përgatitemi ne, nderuar vëllezër dhe motra? Çdo mbrëmje pyet e veten. A i fala 5 kohët e namazit? A e lëndova dikë që t'i kërkoj falje? A bëra padrejtësi që t'i kërkoj hallallikun për këtë padrejtësi që bëra? A lexova Kur'an? A kërkova falje nga Allahu? Kjo vetë llogaritja është rruga për një llogari të lehtë në ditën e gjykimit në ahiret. Sepse ajo ditë do të vijë, nderuar vëllezër dhe motra, s'ka dyshim. Dhe ta dim se pasuria, posti, fama nuk do të ketë asnjë vlerë. Asnjë vlerë nuk do të ketë tek Zoti xhelel xhelalu, se në të vërtetë asnjë vlerë nuk ka. Por nuk do t'i bëj dobi njeriu. Por se do të vlen vetëm besimi dhe veprat e mira. Ashtu si thot Allahu xhelel xhelalu në ajetin që e përmendëm në fillimin e kësaj hutbe, në surën Ash-Shura, ajeti 88-89, yawma la tanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Atë ditë ku nuk do të bëjnë dobi as pasuria, as fëmijët, vetë se ai që vjen tek Allahu xhelel xhelalu me zemër të pastër. Por pse Allahu i gjithëpërshtetshëm e ka përmendur kaq shpesh ditën e gjykimit, ditën e llogaridhënies? Nëse lexojmë Kur'anin, do të vërejmë se besimi në ditën e fundit përmendet vazhdimisht. Arsyeja është se kujtimi asaj dite
e edukon zemrën e njeriu. Njeriu që e di se do t'jap llogari, atëherë ai mendon para se të flasë diçka. Para se të bëj diçka dhe përpara se të bëj padrejtësi. Ndërsa kur njeriu e haron ahiretin, fillon të mendoj se askush nuk do ta marrë në përgjegjësi. Prandaj Allahu xhele xhelalu ua kujton njerëzve vazhdimisht se kjo botë është një vend sprove, jo vend i shpërblimit përfundimtar. Por kur të fillojë llogaria, njerëzit do të ringjallen. Do të qëndrojnë në një fushë të madhe prite në mahsher. Kështu e ka quajtur Zoti, mahsher. Ajo ditë do të jetë shumë e gjatë dhe shumë e rëndë, saqë përmendet do të presi njeriu 50.000 vjet. Po 50.000 vjet. Dhe Allahu e din më së miri kuptimin e kësaj. 50.000 vjet do të presi në llogaridhënie. Zemra do të mbushet me frikë, sepse gjithsecili do të pres vendimin e Allahut xhele xhelalu. Profeti jon i dashur sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se pyetja e parë që do t'i bëhet njeriu në llogaridhënie kush është? Namazi. Namazi. Namazi obligativ, 5 kohët e namazit ditor që ne i falim. Prandaj nëse namazi është në rregull, edhe veprat e tjera kanë shpresë që të pranohen. Nëse namazi është lënë pas dore, kjo është një humbje shumë e madhe. Prandaj dietarët kanë thënë se namazi është kupola e fesë dhe lidhja e fortë mes robit dhe krijuesit të tij. Por duhet dim se ajo ditë është drejtësi absolute. Në këtë botë mund ndodhë që një njeri i pafajshëm të dënohet pa patur faj, ose një fajtor të shpëtoj drejtësisë njerëzore. Por ditën e gjykimit, asesi kjo nuk ndodh kur. Allahu nuk haron asnjë vepër. Allahu është i drejtë. As lotin e një të shtypuri, as buzëqeshjen që adhurove dikujt, as një sadaka të vogël, dhe as një fjalë që lëndoj zemrën e tjetrit. Kjo na jep shpresë dhe na bën të kemi frikë njëkohësisht. Shpresë se çdo e mirë do të shpërblehet dhe frikë se çdo padrejtësi do të jepet llogari. Do të dim se drejtësia e Allahut siç thamë është absolute. Prandaj Allahu e ka sjellë si shembull ditën e gjykimit, ajo kafsha që godet kafshën tjetër me brir pa hak, do t'ja marri hakun ditën e gjykimit. Do t'i krijojë Allahu apostafat që dhe ajo ta godasi t'ja marri hakun, thjesht për të treguar njerëzve të drejtësia e tij absolute. Po drejtat e njerëzve, nderuar vëllezër dhe motra. Sepse një nga çështjet më të rënda në ditën e llogarisë janë të drejtat e njerëzve. Nëse ke përgojuar dikë, e ke mashtruar, i ke marrë pasurinë, e ke fyer, e ke dëmtuar, ta dish se nuk mjafton të kërkosh vetëm falje nga Allahu për këtë që bëre. Ta dish se nuk mjafton të kërkosh falje nga Allahu për këtë që bëre. Duhet t'ia kthesh të drejtën dhe të kërkosh hallallikun dhe të kërkosh falje atij personi sa më parë. Sepse pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam na mësoi se njeriu mund të vi ditën e gjykimit me shumë namaze, agjerime dhe sadaka, por nëse u ka bërë padrejtësi njerëzve, ta di se shpërblimi që ka marrë nga këto vepra që ka kryer do t'u jepen atyre që është bërë padrejtësia. Dhe nëse veprat e tij mira të tij mbarojnë, atëherë do të ngarkohet me gjunafet e tyre. Po cila është rruga e shpëtimit nga kjo? S'ka dyshim se pendimi i sinqert. Sa kohë që njeriu është gjallë, dera e pendimit është e hapur. Sa do të mëdha të jenë gjunahet, Allahu është falës dhe mëshirues për atë që pendohet sinqerisht, largohet nga gjunahu dhe vendos mos kthehet më tek ajo gjë e shëmtuar. Kjo është një shpresë e madhe për çdo besimtar, sepse shejtani dëshiron që njeriu të humbas shpresën, ndërsa ne Allahu xhele xhelalu na fton të kthehemi tek ai.
Kurse përgatitja e vetes për të mirat bëhet që çdo mbrëmje të kërkos llogari vetes. Çfarë bëra sot për hir të Allahut? A e falë namazin me përkushtim? A e lëndova dikë me fjalë? A kërkova falje për gabimet e mia? Nëse do të vdisja sot, a do të isha i kënaqur me gjendjen time? Kjo vetë llogaritja është shenjë zemrës së gjallë. Prandaj, të kemi kujdes vëllezër dhe motra nga çdo vepër që e bëjmë. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. S'ka dyshim se të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jall, që është një i vetëm, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, që është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, s'ka dyshim se një ditë do të largohemi nga kjo botë. Pasuria do të mbetet, shtëpi do të mbetet, emra tanë do të harrohen me kalimin e kohës. Ajo që do të na shoqërojë në varr dhe në ditën e llogarisë janë vetëm besimi ynë dhe veprat tona. Pra, ajo çka do të na shoqërojë në varr janë besimi ynë dhe veprat tona, sepse familja do të përcjellë deri në grop, do kthehet. Edhe pasuria do ngelet aty, nuk do vi me ty, se edhe po ta vendosën në varr, s'ka për të bërë asnjë lloj dobie. Por besimi dhe veprat e mira do të ngelen. Prandaj le të përgatitemi për takimin me Allahun xhele xhelalu me zemër të sinqertë, me namaz, me moral të mirë, pa i lënduar të tjerët, pa i zemëruar, pa i në hak, pa i ofenduar, gjithsecili të ruaj atë vendin e tij dhe mos të harroj pendimin e vazhdueshëm, pendimin e sinqertë tek Allahu xhele xhelalu për gjunafet që bën, se Allahu është falës i madh dhe mëshirues. Allahu subhanahu wa taala thotë në librin e tij fisnik, wallahu yuridu an yatuba aleikum. Wallahu yuridu an yatuba aleikum. Që do të thotë, Allahu dëshiron që ti të pendohesh. E don Allahu gëzohet. Wa yuridun alladhina yattabi'una shahawat ay yamilu maylan 'azima. Ndërsa ata, pasuesit e shejtanit, ata që ndjekin të keqen, epshet që të çojnë në humbje, duan që ti ndjekësh ato, kurse Allahu dëshiron ti të pendohesh. Prandaj dera e pendimit është hapur. Mendoj gjithmonë ditën e llogarisë, ditën kur do dalësh para Zotit, ditën kur do të bëj dobi as fama, as pushteti që e patën këtë dynja, as pasuria, por vetëm zemra e pastër dhe nënshtruar tek Allahu gjithëpushtetshëm. Prandaj lut Allahun e madhëruar me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të përsosura absolute, që të na e lehtësojë llogarin ton, na fali gjunahet, na bëj të ndershëm të devotshëm, na bëj për banorëve të xhenetit më të lartë, xhenetit Firdeus, na bëj për atyre të cilët do të takojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun të ndihmojë muslimanët kudo që janë ata, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lutim Allahun të mëshirojë të gjallët tanë, të vdekurit tanë, wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.